Vijojnë kontrollet e policisë së shtetit për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, në kuadër të luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike. Në malësi të madhe, shërbimet e komisariatit të policisë kanë arrestuar një 57 vjeçar, i dyshuar si bashkëpunëtor në kultivimin e 780 bimëve narkotike kanabis, të zbuluara më herët në zonën e Bajzës. Si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe informacionit të siguruar në rrugë operative, specialistët për hetimin e krimeve bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit A.M, 57 vjeç, banues në Bajzë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë, arrest në burg për veprat penale, kultivimi bimëve narkotike dhe prodhimi dhe shitja narkotikëve. Sipas policisë, A.M dyshohet se ka bashkëpunuar në kultivimin e 780 bimëve narkotike kanabis, të cilat u gjetën dhe u asgjësuan nga shërbimet policore më 18 shtator 2025 në territorin e Bajzës. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme ligjore.